Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Ceremonia zyrtare e nderimit të dëshmorëve të luftës nacionale çlirimtare u zhvillua edhe këtë vit pranë memorialit nën Shqipëri, ku krerët më të lartë të shtetit vendosën kurora me lule. Presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama dhe kreu i kuvendit Niko Peleshi shmangën deklaratat publike, ndërsa mesazhet e tyre u shpërndan nga zyrat përkatëse të shtypit. Përtej ceremonisë zyrtare, përçarja politike lidhur me 29 nëntorin mbeti e pranishme me demokratët që e injoruan datën. Në nderim të rënëve të luftës nacional çlirimtare institucionet më të larta të shtetit, zhvilluan homazhe zyrtare pranë memorialit nën Shqipëri, ku presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama dhe kryetari i kuvendit Niko Peleshi vendosën kurora me lule. Krerët institucional zgjodhën të mos mbajnë fjalime, ndërsa mesazhet për sakrificën e dëshmorëve dhe luftën kundër pushtuesve nazifashist e shpërndan më pas nga zyrat e shtypit të institucioneve. Ndërkohë, ndarja politike rreth datës së çlirimit vijon të jetë e pranishme edhe këtë vit. Partia Demokratike ruajti traditën e mospjesmarrjes në ceremoninë shtetërore të 29 nëntorit. Megjithse i pozicionuar në krahun e djathtë, Ilir Meta dërgoi nga qelia një urim në frymën e së majtës, ndërsa në vend të tij pranë memorialit u paraqit Tedi Blushi me kurorat e luleve. Pas mbylljes së ceremonisë zyrtare, një grup mbështetësish të figurës së Enver Hoxhës zhvilluan marshimin e tyre të zakonshëm, duke shoqëruar ditën me simbole dhe broritje nostalgjike. Ceremonia dhe aktivitetet paralele rikthyen edhe një herë në vëmendje kontrastet e thella politike lidhur me interpretimin dhe simbolikën e 29 nëntorit. Ish kryeministri Sali Berisha paralajmëroi nisjen e foltoreve të Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë pas protestës së zhvilluar pranë kryeministrisë për çështjen Belinda Balluku. Berisha u rikthyej gjithashtu akuzave ndaj kryeministrit Edi Rama, duke komentuar edhe takimin e kandidatëve të primareve më të votuarit e listave. Gjatë një takimi virtual me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, Sali Berisha paralajmëroi nisjen e foltoreve të Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë pas protestës së zhvilluar pranë kryeministrisë për çështjen e Belinda Ballukut. Këtë javë fillojnë foltorët në Shqipëri, jashtë Tiranës, dhe do vazhdojnë në të gjithë vendin. Berisha komentoi veprimet e Ervin Salianit dhe Ilir Ali Mehmetit, të cilët janë takuar me disa nga më të votuarit e primarëve të Partisë Demokratike. Kandidatët e primarëve në tërësi i kam takuar ose ju kam telefonuar. Vetë Saliani ka qenë disa herë në këtë zyrë. Ilir Ali Mehmeti edhe më shpesh. Në këtë kontekst, askush nuk është i përjashtuar në këtë parti. Bashkimi mbetet rruga e vetme për të ndjekur qëllimet e përbashkëta dhe rrëfeu gjithashtu se vendosja e një partie të re nuk ishte opsion. Betejën ai e vijoi brenda strukturave të shtëpisë së tij politike. Kishte një rrugë tjetër, të rithemelonte një forcë politike të re, por nuk e meritonte Partia Demokratike kurrate. Nuk meritonte Partia Demokratike t'ia dorëzoje armiqve të saj këtë forcë politike. Berisha ripërsëriti vendosmërinë, por të mos dhënë ndërheqjen dhe theksoi se zgjedhjet e 11 majit janë vetëm një farsë elektorale. Në kushtet kur zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje normale, një akt i tillë do t'i shërbente diktatorit dhe atyre që shtypin pluralizmin. Një akt i tillë nuk mund të ndodhë përveçse me votën e demokratëve shqiptarë. Ai riktheu akuzat ndaj kryeministrit Rama dhe Belinda Ballukut, duke e konsideruar vendimin e pezullimit të saj nga detyra si të paprecedent dhe pjesë të një manipulimi më të gjerë politik. Partia Demokratike akuzon qeverinë se po le pambështetje qytetar të sëmur, i cili pavarësisht vlerësimeve mjekësore dhe dokumenteve zyrtare nuk ka marrë ende pagesën e invaliditetit i cili i takon prej vitesh. Partia Demokratike ka denoncuar rastin e Arben Kalemajt, një qytetar i sëmur që sipas opozitës po endet prej vitesh në dyert e institucioneve, pa arritur të përfitojë pagesën e paaftësisë. Zëdhënësia e Departamentit të Antikorrupsionit Geta Vajgjeli tha se rasti i tij përfaqëson një padrejtësi të rëndë që po i bëhet qytetarëve në nevojë.
Bazuar në diagnozën, trajtimi mjekësor dhe pasojat funksionale të evidentuara edhe pas rehabilitimit multidisiplinar, shërbimi kardiokirurgjisë në QSOMT në 9 maj 2022 e ka referuar rastin e tij në Komisionin Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë për vlerësimin e drejtës të përfitimit të ndihmës ekonomike për invaliditet. Në 5 tetor po të njëjtit vit, ky komision ka konfirmuar se zoti Kalemaj plotson kushtet ligjore për përfituar të ardhura si invalid. Megjithatë, pavarësisht dorëzimit të gjithë dokumentacionit të kërkuar, zoti Kalemaj denoncon se deri sot nuk ka përfituar asnjë pagesë, duke u srollatur me vite të tëra në dyert e institucioneve shtetërore pa asnjë rezultat konkret. Partia Demokratike fajson qeverinë dhe kryeministrin Rama duke akuzuar se institucionet të tëra po dështojnë të shërbejnë qytetarëve më në nevojë. Vendimi për dhënien me qiratë 3.5 hektarëve kullot për ndërtimin e një parku fotovoltaik ka nxitur reagime të forta nga banorët e fshatit Qinam të Kolonjës. Ata paralajmërojnë se sipërfaqja është e vetmja ku mund të kullosin bagti në dimër dhe se vendimi mund të dëmtojë jetesën e mbi 100 familjeve. Deputet Partisë Demokratike ju bashkuan protestës duke kërkuar që toka të mbetet në shërbim të komunitetit. Banorët e Qinamit shprehen të shqetësuar për dhënien me qira të kullotës së fshatit për ndërtimin e një parku fotovoltaik. Ata theksuan se kjo zonë është e vetme ku bagtit mund të kullosin gjatë dimrit dhe se vendimi rrezikon ekonominë e mbi 100 familjeve që merren me blegtori. E këtij fshati neve pastaj edhe këto 10 familje që merremi me që jemi fermerë, ne këto 10 familje të ngarkojmë dhe të shkojmë se këtu nuk rrihet me. Po bën panele këtu janë 3.000-4.000 kokë bagti, 500-600 kokë dhëm, ashtu lop. Ku do vej kjo kullot? Neve si fshat blejmë gramozin të terë me kullot. Mirë be arrin e zgjidhim, po dimi ku do vem? Ja këto po na dal kështet. Po u ngritën panelet në këtë fshat, ky fshat ka mbarruar ose to zhbehet fare, to ikin, siç kanë ikur. Banorët akuzojnë bashkim për mungesën e konsultimit publik dhe theksojnë se nuk janë kundër investimeve, por kërkojnë që ato të mos cënojnë traditën dhe jetesën e tyre. Protestës ju bashkuan edhe deputetët e Partisë Demokratike, të cilën kërkuan që toka të shfrytëzohet në interes të komunitetit dhe të mos prek aktivitetet blegtorale. Banorët paralajmërojnë se nëse vendimi nuk rishikohet, ata do të vijojnë me forma të tjera proteste për të mbrojtur kullotën e fshatit. Ministria e Financave parashikon që të ardhurat për frymë në 2026 të arrijnë 991 euro në muaj, në një rritje prej 639 euro krahasuar me këtë vit. Rritja pritet të vijë nga zgjerimi ekonomik prej 4%, ulja e papunësisë në 7.6% dhe shtimi i pagave. Turizmi dhe ndërtimi janë sektorët ku do të kontribuojë më shumë në këtë rritje ekonomike. Ministria e Financave parashikon që të ardhurat për frymë në vitin 2026 të arrijnë në 991 euro në muaj, në një rritje prej 639 euro krahasuar me këtë vit. Rritja pritet të vijë nga zgjerimi ekonomik prej 4%, ulja e papunësisë në 7% dhe shtimi i pagave. Sipas projektit buxhetit të vitit të 2026, të ardhurat për frymë në Shqipëri parashikojnë të arrijnë në 11.899 euro në vit, nga 11.260 euro që janë këtë vit, duke përfshirë një rritje mesatare prej 33 eurosh në ditë për çdo qytetar. Qeveria bazohet në pritshmëri për rritje ekonomike 4%, ulje të papunësisë në 7.6% dhe rritje të pagave, si dhe një shtim të konsumit që do të ndikojë në zgjerimin e aktivitetit ekonomik. Turizmi, i cili jo vetëm rrit numrin e pushuesve, por edhe vlerën e të ardhurave që ata sjellin, pritet të jetë një kontribues kryesor, ndërsa sektori i ndërtimit po regjistron hov në hapjen e kantiereve të rinj dhe rritje çmime. Prodhimi i brendshëm bruto planifikohet të rritet me 28.3 miliard euro nga 26.9 miliard euro këtë vit. Megjithatë, borxhi publik do të arrijë në 53.6% të prodhimit kombëtar ose 15.1 miliard euro, që do të thotë se çdo qytetar mbart një borxh mesatar prej 6.314 eurosh. Ky buxhet synon të balancojë rritjen ekonomike me nevojën për të menaxhuar borxhin publik, duke mbajtur një ekuilibër mes zhvillimit të qëndrueshmërisë fiskale. Prokuroria e posaçme ka siguruar komunikime që tregojnë se Igli Haxhia, i efektivi i antiterrorit, mund të ketë bashkëpunuar me grupe të strukturuara kriminale për trafikun në ndërkombëtar të drogës. Mesazhet e zbardhura tregojnë negocime për çmimin e kokainës dhe heroinës, si dhe ofrimin e sasive
për provë. SPAK bashkëpunon me autoritetet italiane dhe zvicerane për të goditur grupin e drejtuar nga Elvis Doçi, i njohur si Visi Pojës. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka siguruar prova të reja që tregojnë përfshirjen e Igli Haxhiajt, efektive i antiterrorit, në trafikun ndërkombëtar të kokainës dhe heroinës. Sipas dosjes hetimore të SPAK, Igli Haxhiaj ka pasur komunikime të vazhdueshme me anëtar të grupit të Elvis Doçit përmes platformës së koduar Sky ECC, duke diskutuar çmimet e kokainës në tregjet e Holandës, Rotterdamit dhe Barcelonës. Mesazhet e zbardhura tregojnë se ai merrte oferta për sasitë e drogës për provë, por gjithmonë në kushtin e pagesës paraprake. Haxhiaj gjithashtu negocionte transportin e drogës drejt Shqipërisë dhe marrëdhëniet me grupe të tjera kriminale, duke bërë të qartë përfshirjen e tij aktive dhe të drejtë për drejtë në trafikun ndërkombëtar. Hetimet e SPAK-ut zbulojnë edhe një nivel të thellë bashkëpunimi me individë të tjerë të lidhur me rrjetin kriminal. Komunikimet me Denis Miftiun tregojnë kërkesa për pagesa për 15.000 eurosh për shpërndarjen e informacionit të policisë, ndërsa Haxhiaj ka kërcënuar indirekt për pasoja ndaj familjarëve të tij, duke treguar përfshirjen e tij në korrupsion dhe shfrytëzimin e pozicionit zyrtar për përfitime personale. Në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe zvicerane, SPAK ka mundur të godasë një pjesë të grupit të strukturuar të drejtuar nga Elvis Doçi, duke ndërprerë pjesërisht rrjedhën e trafikut të drogës, që sipas hetimeve ka përfshirë të paktën 1.3 ton kokainë të trafikuar nga Amerika e Jugut drejt Europës. Hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë dhe për të dokumentuar të gjithë aktivitetin kriminal të rrjetit, duke përfshirë lidhjen dhe trafikantët ndërkombëtar dhe oficerë të tjerë të dyshuar në Shqipëri. Policia e shtetit ka finalizuar një operacion të gjerë antidrog në Gjirokastër dhe Tepelen, duke vënë pranga 10 persona të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike. Hetimet që prej muajsh drejtoheshin nga prokuroria e Gjirokastrës zbuluan një rrjet organizuar të shpërndarjes së kokainës dhe kanabis në disa lagje të qytetit. Gjatë kontrolleve u sekuestrua një sasi e konsiderueshme droge, armë, municione dhe para. Një operacion i koduar Andromeda ka çuar në goditje një grupi që merrej me shpërndarjen e lëndëve narkotike në zonën e Jugut. Aksioni i zhvilluar nga strukturat e policisë në Gjirokastër dhe Tepelen solli arrestimin e 10 personave dhe përcetimin penal të 3 të tjerëve, të dyshuar si pjesë e një aktiviteti të mirë organizuar kriminal. Në Prangaran, Mihal Lavdaniti, Klajdi Rondo, Doriana Likaj, Meteo Rondo, Alsit Sani, Armand Majko, Arben Puleri, Mikel Novi, si dhe të Frim Rondo dhe Giuliano Guma. Ata dyshohen se bashkëpunonin për shitjen e kokainës dhe kanabisit në disa lagje të Gjirokastrës, duke operuar prej kohësh në vëzhgimin e policisë dhe prokurorisë. Gjatë kontrolleve në banesë dhe ambiente të tjera, u sekuestrua 1 kilogram e 82 gram kokainë, sasi kanabis e ndarë në doza e gatshme për tregtim, një armë gjahu, një pistolet sportive, thik, aparat metal kërkues, municion luftarak, 2 palë targa automjeti, 3.970 paketa cigare pa pull fiskale, 4.850 euro dhe 17 telefona celular që dyshohet se përdoreshin për komunikim të grupit. Hetimet po vujojnë për zbardhjen e plotë të aktivitetit, identifikimin e personave të tjerë të përfshirë dhe verifikimin e mundshmërisë së lidhjes me rrjete të tjera të trafikut të drogës. Agjencia e mbikëqyrjes policore në Dibër ka arrestuar punonjësin e policisë Jetmir Ruta, i dyshuar për marrëdhënie seksuale me dhunë dhe kanosje ndaj një qytetareje. Hetimet nisën pas kallëzimit të shtetases me iniciale LH, e cila deklaroi se ishte detyruar përmes shantazhit dhe kërcënimit. Arrestimi u realizua pas kthimit të tij në Shqipëri nga Kosova. Një efektiv policie nga Dibra, Jetmir Ruta, është ndaluar nga Agjencia e mbikëqyrjes policore pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një të re, duke përdorur shantazhin dhe kërcënimin për ta detyruar. Ngjarja ka ndodhur kur Uta ushtronte detyrën e ndihmës specialistit të patrullës së përgjithshme. Hetimet u nisën menjëherë pas kallëzimit të qytetarëve me iniciale LH, e cila informoi organet e drejtësisë për veprimet e dyshuara të efektivit. Sipas hetimeve, Uta ka përdorur kërcënimin dhe presionin mbi viktimën, duke detyruar të mos kallëzonte veprimet e tij. Pas kryerjes së penale, punonjësi i policisë ishte larguar në Republikën e Kosovës duke shmangur ndalimin. Sot ai u ndalua nga agentët e AMP-s në momentin e rikthimit në territorin shqiptar dhe tashmë ndodhet në dispozicion të organeve të drejtësisë. Hetimet vazhdojnë për të përcaktuar çdo detaj të mëtejshëm lidhur me veprimtarinë dhe për të identifikuar të gjitha palët e përfshira. Policia e Tiranës ka zbardhur 8 vjedhje të kryera gjatë muajve të fundit, duke arrestuar një 22 vjeçar që dyshohet se është autori i tyre.
Vjedhjet përfshin biçikleta dhe një monopatin, të cilat më pas janë shitur në zona të ndryshme të kryeqytetit. Policia e Tiranës ka zbardhur 8 vjedhje të kryera gjatë muajve të fundit, duke arrestuar një 22 vjeçar që dyshohet se është autori i tyre. Operacioni për zbardhjen e këtyre vjedhjeve u zhvillua pas një hetimi disa mujor nga Komisariati numër 4 dhe numër 2 i Policisë së Tiranës. Hetimet zbuluan se i riu kishte kryer të paktën 6 vjedhje biçikletash dhe një monopatin gjatë periudhës maj-nëntor, të cilat më pas i kishte shitur në dyqane dhe zona të ndryshme të kryeqytetit. Policia njoftoi se i arrestuari është një person me precedent penal për vjedhje të ngjashme, duke treguar një veprimtari të përsëritur kriminale. Gjatë kontrollit janë sekuestruar disa prej objekteve të vjedhura dhe materialet të mbledhura nga hetimi janë dorëzuar në prokurim pranë gjykatës së Tiranës për veprime të mëtejshme procedurale. Autoritetet theksuan se hetimet nuk kanë përfunduar dhe po vazhdojnë për të verifikuar nëse i riu ka qenë i përfshirë në vjedhje të tjera në qytet. Policia apelon qytetarët që të jenë të kujdesshëm dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimt për të parandaluar ngjarje të ngjashme në të ardhmen. Eci me të tjera informacione, kanë kaluar 2 vite nga vrasja tronditëse e Liridona Ademajt në Bërnicë të Prishtinës, një ngjarje që tronditi të gjithë opinionin publik në Kosovë dhe më gjërë. Hetimet zbuluan se krimi u krye me porosi, ndërsa bashkëshorti i saj Naim Murseli akuzohet si organizatori i vrasjes. Prokuroria e ka çuar në gjykat dosje ndaj 4 personave të përfshirë, ekzekutorin dhe bashkëpunëtorët. Në përvjetorin e dytë, familja e Liridonës rikthen thirrjen për drejtësi, ndërsa 2 djemtë e saj mbeten në kujdesin e autoriteteve suedeze. Me 29 nëntor shënon 2 vite nga vrasja makabre e Liridona Ademajt, e ekzekutuar brenda automjetit ku ndodhej me bashkëshortin dhe 2 fëmijët e saj të mitur. Ngjarja e rëndë e inskenuar fillimisht si grabitje u zbardh nga prokuroria, e cila zbuloi se porosia për eliminimin e saj kishte ardhur pikërisht nga bashkëshorti Naim Murseli. Hetimet e u thelluan çuan në ndërtimin e një skeme kriminale ku sipas akuzës Murseli kishte premtuar 30.000 euro për vrasjen e gruas së tij. Sipas prokurorisë, ai madje kishte mbajtur fizikisht Liridonën për ta penguar të shmangej plumbit fatal. Ekzekutori i dyshuar i vrasjes e rezultoi të jetë Granit Plava, ndërsa Kushtrim Kokalla akuzohet se e ka rekrutuar atë. Ndërkaq Tom Dodaj, i cili kishte shitur armën e përdorur në krim, ishte dënuar më herët me 5 vite burg dhe 5.000 euro gjop. Me 15 janar 2025 prokuroria ngriti akuzën zyrtare ndaj 4 të pandehurve, Naim Murseli, Granit Plavës, Kushtrim Kokallës dhe Tom Dodajt ishin formalizuar nisjen e procesit gjyqësor. Çështja ka vajtur në gjykatën themelore të Prishtinës, duke mbajtur vëmendjen e opinionit publik për mënyrën e kryerjes së këtij krimi dhe motivet e saj. Në përvjetorin e dytë të vrasjes, vëllai i Liridonës publikoi një mesazh të dhimbshëm kujtimi ku theksoi se familja nuk do të ndalet derisa drejtësia të vihet në vend. Liridona Ademaj la pas 2 djem të mitur, të cilët sot ndodhen në kujdesin e shtetit suedez, ku familja e saj ka jetuar prej vitesh. Të nderuar teleshikues, do të vijoj me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 30 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të qëndrueshme, të cilat do të sjellin mot me vranësira të shpeshta dhe rreshje të dobëta në disa zona, ndërsa pjesa më e madhe e vendit mbetet pa rreshje. Paraditja do të paraqitet me vranësira në veri dhe qendër, ndërsa pasditja sjell kthjellime të pjeshme kryesisht në bregdet dhe jug të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës pritet 1 deri në 3 orë diell, kryesisht në zonat perëndimore. Era do të fryjë nga drejtimi veri-perëndim me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 30 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 30 nëntor do të jetë në orën 6:39 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 11 gradë Celsius. Kukës 2 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 12 gradë Celsius.
Durrës 9 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj 7 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 11 gradë Celsius. Berat 7 deri në 13 gradë Celsius. Korç 1 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 9 gradë Celsius. Sarand 8 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 30 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të thata dhe të ftohta, duke sjellë mot më të qëndrueshëm me intervale dielli dhe vranësira të her pas hershme. Paraditja do të jetë pjesërisht me re në shumë zona, ndërsa pasditja sjell mot kryesisht të kthjellët në jug dhe jugperëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 9 gradë Celsius në zonat perëndimore. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 30 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 30 nëntor do të jetë në orën 6:38 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:10 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 6 gradë Celsius. Podujev -2 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj -2 deri në 7 gradë Celsius. Pej 0 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë -1 deri në 5 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 8 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 6 gradë Celsius. Ferizaj -1 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik -2 deri në 5 gradë Celsius. Suhare 0 deri në 7 gradë Celsius. Prizren -1 deri në 7 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.